Para se të fillojmë këtë histori të mahnitshme, dua që ti që po shikon këtë video tani, të ndalesh për një sekondë dhe të shkruash në komente. Sa fëmijë do të doje të kishte nëna jote? Apo ndoshta, sa fëmijë ke ti vetë? Sepse historia që do të dëgjosh sot është një nga ato histori që të bëjnë të ndalesh, të mendosh dhe të kuptosh se çfarë do të thotë me të vërtet fjala nën. Shkruaj mendimin tënd poshtë. Unë i lexoj të gjitha komentet tuaja. Dhe tani, le të fillojmë. Kishte një kohë në zemër të tokës shqiptare, ku malet ishin të larta dhe rrugët ishin të vështira, ku dimrat binin të ashpër dhe verat digjeshin pa mëshirë mbi fushat e thata, ku njerëzit jetonin sipas ligjeve të vjetra dhe zakoneve të trashëguara brez pas brezi. Kishte një kohë dhe një vend, ku lindi dhe u rrit një vajzë e thjesht, që askush nuk e dinte se do të bëhej një ditë legjend. Askush nuk e dinte se ajo vajzë e vogël, me sy të zinë si nata dhe me flokë të gjatë të ngjyrës së tokës, do të mbante mbi supe jo vetëm një familje, por një botë të tërë, një botë të ndërtuar me duart e saj, me lotët e saj, me zemrën e saj. Një botë prej 24 shpirtrave që ajo i solli në jetë dhe i mblodhi nën krahët e saj si një shpendë e madhe dhe e fuqishme. Emri i saj ishte Lokja, një emër i thjeshtë, si ajo vetë, një emër që nuk tingëllonte si emrat e mbretëreshave apo të gruas së madhe, por që me kalimin e viteve u bë shumë më i fuqishëm se çdo titull madhështor, sepse Lokja nuk ishte mbretëreshe froneve dhe e pallateve, ajo ishte mbretëreshe shtëpisë, e vatrës, e familjes, mbretëreshe dhembjes dhe e gëzimit, e lodhjes dhe e shpresës, e mbrëmjeve kur nuk kishte bukë të mjaftueshme dhe e mëngjeseve kur ngrihej e para të gjithve për të ndezur zjarrin dhe për të gatuar për fëmijët e saj. Lokja kishte lindur në një fshat të vogël, larg qytetit, larg dritave dhe zhurmave të modernitetit. Fshati i saj ishte një vend ku koha dukej si kur ecte ndryshe, ngadalë, me ritmin e natyrës dhe të stinëve. Pranvera sillte lule në kodrat e gjelbra dhe zërin e lumit të vogël që gurgullonte në përfush. Vera sillte punë të pafund në ndjell, korrje dhe bereqet. Vjeshta sillte ngjyra flake dhe erën e mollëve të pjekura. Dhe Dimri ishte armiku i vjetër dhe i njohur, ai që sillte ngrica dhe borë dhe mungesë dhe sfida që vetëm njerëzit e fortë mund t'i kalonin. Prindrit e Lokjes ishin njerëz të thjeshtë dhe punëtor. Baba i saj punonte tokën me duart e tij të stërmëdha, të ashpëruara nga vite pune, të djegura nga dielli i verës dhe të çara nga ngrica e dimrit. Nëna e saj kujdesej për shtëpi. Kur Lokja mbushi moshën e vajzërisë, ajo ishte tashmë e ndryshme nga shumë bashkëmoshatarët e saj. Kishte diçka në sytë e saj, një thellësi, një pjekuri, që i bënte njerëzit ta shikojnë dhe të ndjejnë se kjo vajzë kishte brenda saj diçka të veçantë. Nuk ishte vetëm bukuria e saj, edhe pse ajo ishte e bukur me atë bukurinë e thjeshtë dhe natyrore të vajzave të fshatit, me faqe të skuqura nga ajri i pastër dhe sytë e ndritshëm si yjet e natës. Ishte diçka më thellë, ishte ajo gatishmëria e saj të jepte, ajo buzëqeshja e saj e sinqertë, ajo mënyrë e saj për t'i bërë njerëzit rreth saj të ndihen të mirëpritur dhe të dashur. Jeta në fshat kishte ritmin e vet dhe traditat e saj. Vajzat rriteshin me kujdesin për shtëpinë dhe me ëndrat e martesës. Djemtë rriteshin me punën e tokës dhe me ndjenjën e përgjegjësisë ndaj familjes. Edhe pse kjo dukej e kufizuar dhe e ngushtë për sytë e botës moderne, brenda asaj bote kishte një kuptim të thellë dhe të vjetër, një kuptim që i jepte jetës strukturë dhe qëllim. Lokja e pranoi këtë botë dhe e bëri të sajen, jo sepse nuk kishte zgjidhje, por sepse e donte dhe e kuptonte vlerën e saj. Kur erdhi koha e martesës, Lokja nuk ju dorëzua frikës apo pasigurisë. Ajo u martua me një burr nga fshati, një burr i punës dhe i fjalës, i ndershëm dhe i drejtë, që e donte Lokjen me gjithë zemrën e tij. Nuk ishin të pasur, ishin larg nga pasuria, por ishin të shëndetshëm, të rinj dhe të gatshëm për të ndërtuar jetën e tyre. Nuk dinin atëherë se çdo t'u sillte ardhmja, nuk dinin se ajo jetë e tyre e thjesht do të kthehej në një epos të vërtet njerëzor, në një histori që do të tregohej brez pas brezi. Shtëpia e parë e Lokjes dhe burrit të saj ishte e vogël, me pak dhoma, me dysheme dheu, me dritare të vogla nëpër të cilat hynte pak dritë.
por ata e bën atë shtëpi një shtëpi me të vërtet, e mbushën me zërat e tyre, me punën e tyre, me dashuritë e tyre. Çdo gjë që kishin e kishin fituar me punë, me kursim, me sakrificë. Nuk bënin shpenzime të panevojshme, nuk jetonin sipas dëshirave, por sipas mundësive. Dhe kjo ishte filozofia e jetës së tyre. Të jetosh brenda kufive të tua, por të jesh i lumtur brenda atyre kufive. Fëmia i parë erdhi shpejt, dhe me të erdhi gëzimi i madh, por edhe përgjegjësia e madhe. Lokja u bë nën për herë të parë dhe ndjen atë ndjenjë të papërshkrueshme që çdo nën e njeh. Atë ndjenjën e të qenit i plot dhe njëkohësisht i friksuar, i gëzuar dhe i shqetësuar, i dashuruar plotësisht dhe ekspozuar plotësisht. Fëmia i parë i mësoi Lokjes shumë gjëra. I mësoi se çdo të thotë të mos flesh natën. Jeta vazhdonte me ritmin e vet të pamëshirshëm. Stinët ndryshonin, fëmijët rriteshin, vështirësitë ndërtoheshin si shtresa mbi shtresa, por Lokja qëndronte si ai guri i madh i bardhë që ishte mbi kodër në fshatin e saj, i palëvizshëm, i fortë, i qëndrueshëm ndaj çdo stuhie. Ajo ishte boshti rreth të cilit rrotullohej e gjithë bota e familjes së saj. Ajo ishte burimi nga i cili pinin të gjithë. Ajo ishte drita që mbante të ndezur shpresën kur gjithçka tjetër dukej e errët. Kjo ishte fillimi një historie që kishte shumë faqe për t'u kthyer, shumë kapituj për t'u lexuar, shumë lot dhe shumë gëzime për t'u ndarë. Historia e Lokjes kishte sapo filluar, dhe ajo nuk e dinte akoma sa larg do të shkonte, sa e madhe do të bëhej familja e saj, sa i rënd do t'ishte rruba dhe sa i bukur do t'ishte fundi i saj. Por paraprakisht, le të njohim më thellë tokën nga erdhi ajo, botën në të cilën u rrit dhe u formua karakteri i saj jashtëzakonshëm, sepse për të kuptuar Lokjen duhet të kuptosh botën e saj, atë botë të vjetër dhe të vështirë, të bukur dhe të egër njëkohësisht, atë botë shqiptare që fshihte brenda saj heroizëm të heshtur dhe dashuri të pashprehur me fjalë, por të treguar çdo ditë me vepra dhe me sakrificë. Fshati ku lindi Lokja ishte pjesë e asaj Shqipërie të thellë, të asaj Shqipërie rurale dhe tradicionale që kishte jetuar për shekuj me ligjet e veta dhe me vlerat e veta. Nuk ishte vend i pasur, ishte vend i blatuar me natyrë të bukur dhe me njerëz të fortë, por i varfër me mundësi dhe me infrastrukturë. Rrugët ishin të këqija, apo nuk ekzistonin fare. Shërbimet shëndetësore ishin larg dhe të pamjaftueshme. Shkollat ishin pak dhe jo gjithmonë të arritshme. Jeta mbahej mbi supet e çdo familjeje individualisht. Nuk ishte sisteme mbështetëse, nuk ishte rrjete sigurie sociale që do të ta lehtësonin barrën, por kishte diçka tjetër. Kishte atë solidaritetin e lashtë të komunitetit, atë ndihmën e ndërsjellë mes fqinjve dhe të afërmve, atë traditë të shqiptarit që kur i bie fatkeqësia nuk e lë vetëm. Kishte dashamirësinë dhe mikpritjen, kishte respektin ndaj të moshuarve dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Kishte atë kulturë të pashkruar por të thellë të vlerave njerëzore që mbante kombet në këmbë edhe kur gjithçka tjetër rëndohej. Lokja u rrit duke thithur këto vlera, duke i marrë nga ajri, nga toka, nga njerëzit rreth saj. Ato bën pjesë të karakterit të saj, dhe kur ajo vetë u bën nën, jo të një fëmije, jo të 2, jo të 5, por të 24, ato vlera u bën arma e saj kryesore, mburoja e saj dhe kishte para për fëmijët e saj, për burrin e saj, për nevojat e shtëpisë. Bënte planin e ditës në mendjen e saj me atë efikasitet të jashtëzakonshëm që vetëm nënat e mëdha e zotërojnë, duke vendosur prioritete, duke gjetur zgjidhje, duke menduar me hapa para. Pastaj vinin fëmijët, njëri nga njëri, të gjashmuar, me flok të çrregullt nga gjumi, me syt gjysmë mbyllur, dhe shtëpia mbushej me jetë, me zëra, me lëvizje, mbushej me ato zëra që ishin muzika e jetës së Lokjes, muzika e trazuar, e zhurmshme, e rastit dhe e pastër e fëmijëve të saj. Çdo zë kishte emrin e vet, tonin e vet, natyrën e vet. Lokja i dallonte të gjithë me sy të mbyllur, dinte kush qante dhe pse, kush qeshte dhe nga çfarë,
kush kishte nevojë për ngrohje dhe kush për qetësi. Kishte zhvilluar atë ndjeshmëri të jashtëzakonshme të nënës së shumë fëmijëve, atë aftësi të çuditshme për të qenë njëkohësisht kudo dhe për çdo gjë. Kjo ishte jeta e Lokjes çdo ditë, e mundimshme, e çmendur, e lodhshme, por edhe e mbushur plot me kuptim. Sepse pas çdo lodhje ishte dashuria, pas çdo mundimi ishte gëzimi, dhe ajo e dinte në atë pjesë të thellë të zemrës ku flien të vërtetat, se ajo po ndërtonte diçka të madhe, diçka që nuk mund ta shohësh me syt, por e ndjen me shpirt. Të jetosh me 24 fëmijë nuk është thjesht çështje dashurie dhe vullneti, është parazgjithash çështje buke fizike, konkrete, e nevojshme çdo ditë 3 herë dhe ndonjëherë edhe natën. Është çështje rrobash dhe këpucësh, çantash shkollore dhe librave, barnash dhe mjekësh kur smundja vinte, si gjithmonë vinte në familjet e mëdha. Ishte çështje çatie mbi koka dhe ngrohtësie nën çati. Ishte çështje atyre gjërave bazë, themelore, pa të cilat jeta nuk mund të vazhdojë, dhe të gjitha këto duheshin gjetur, siguruar, bler apo prodhuar çdo ditë, pa pushim, pa pauzë, pa smundje dhe pa pushime. Vështirësia ekonomike e familjes së Lokjes nuk ishte diçka e re apo e papritur. Ishte një vjetër, e njohur, thuajse e trashëguar. Varfëria nuk kishte ardhur me një stuhi të vetme dhe nuk do të largohej me një diell të vetëm. Ajo ishte si ajo shiu i imët i dimrit që nuk të laget me një herë, por gradualisht të depërton deri në lëkurë. E pranishme, konstante, ndjekse. Ata ishin të varfër kur u martuan dhe ishin vazhdimisht në rrezik të varfërisë, edhe ndërsa familja rritej dhe rritej. Burri i Lokjes punonte çdo ditë, punonte me trupin e tij, me duart dhe me shpinën e tij. Punonte tokën, punonte si punëtor ditor kur gjente, punonte kudo që kishte mundësi për të sjellë diçka në shtëpi. Ishte njeri i punës dhe i ndershmërisë. Nuk kishte asnjë ditë kur u ul dhe ankohej se jeta ishte e vështirë pa bërë diçka për ta ndryshuar atë vështirësi. Por pavarësisht kësaj, fitimet ishin pak dhe nevojat ishin shumë. Matematika e kësaj jete ishte ajo matematika e dhemshme, ku çdo herë diferenca del negative, ku sa ke është gjithmonë më pak se sa të duhet. Lokja e kuptoi herët se nuk Kopshti i shtëpisë u bë njëri nga shtyllat e mbjetesës. Lokja e punonte atë me kujdes fanatik, duke mbjell çdo lloj perimeje, duke kujdesur çdo bim, duke shfrytzuar çdo centimetër katror toke. Domatet dhe specat, lakrat dhe spinaqi, fasulet dhe qepët, çdo gjë që mund të rritej u rrit dhe çdo gjë që u rrit shkoi drejt tavolinës së familjes. Perimet e kopshtit ishin jo vetëm ushqim, ishin shpëtim ekonomik, ishin dallimi midis të ngrënit dhe të mos ngrënit, midis të paturit mjaftueshëm dhe të paturit pak. Kafshët e shtëpisë gjithashtu kishin rolin e tyre vital. Lopët jepnin qumësht për fëmijët. Ai qumësht i freskët dhe i trashi mëngjesit ishte më se ushqim, ishte ilaç dhe forcë. Pulat jepnin vezë, delet jepnin lesh dhe qumësht. Çdo kafsh ishte investim dhe çdo kafsh trajtohej me kujdes, sepse nga shëndeti i kafshëve varri pjesërisht edhe shëndeti i fëmijëve. Lokja kujdesej për to si kujdesej për gjithçka tjetër, me dashuri praktike dhe pa romantizëm, me vëmendje dhe me konsistencë. Rrobat ishin çështje tjetër e madhe. Me 24 fëmijë, nevoja për rroba ishte e pamas. Blerja e rrobave të reja ishte luksi që rrallë mund t'ja lejonin vetes. Kështu Lokja u bë ense dhe qepse po aq sa ishte nën. Ajo merrte rrobat e vjetra të fëmijëve të mëdhenj dhe i bënte rroba për fëmijët e vegjël. Ajo arnonte dhe riarnonte deri kur rrobat nuk mbanin dot më as arnin. Ajo mposhte rrobat e shqyera dhe i bënte të duken të kalueshme, të denja. Kur nuk e la një fëmijë të dalë jashtë me paraqitje të mjerueshme. Edhe kur e kishte shumë të vështirë, gjente mënyrën për t'i bërë të gjithë të duken të denjë dhe të kujdesur. Bukën e bënte vetë, çdo ditë, me duart e veta. Nuk ishte luksi i blerjes së bukës gati. Ishte koha e mëngjesit kur mielli zihej dhe brumi punohej me duart e lodhura dhe të arta, dhe furra ndizej dhe era e bukës së sapo pjekur mbushte shtëpinë me atë erë që fëmijët e saj do ta mbajnë mend gjithë jetën e tyre. Ajo erë ishte shumë më tepër se miell dhe ujë dhe krip. Ajo ishte era e dashurisë dhe e sakrificës.
era e nënës që kujdesej. Gjatë stinëve të pasura, Lokja ruante dhe konservonte me metikulozitet të habitshëm. Kur perimet ishin në bollëk, i thari dhe i tushjonte dhe i ruante për dimrin. Kur frutat piqeshin, bënte reçele dhe komposto. Kur kishte të pritës gjëkafshëse, e ruante me kujdes për kohët e mangta. Ky planifikim i madh ishte teknologjia e mbijetesës së familjes. Pa të, dimrat do të ishin të pamundur. Humbër nga puna kishte kosto. Lokja mësoi të njohë sëmundjet e zakonshme dhe ti trajtoi vetë, me ilaçet e vjetra shtëpiake, me remedet tradicionale që kishte mësuar nga nëna dhe gjyshja e saj. Bari i maleve, mjalta e bledëve, avulli i ujit të nxehtë. Ajo dinte t'i përdorte të gjitha, por kur sëmundja ishte e rëndë dhe kur frika ishte e madhe, ajo nuk nguronte të bënte çdo gjë të mundshme, të shkojë sa larg duhej, të shpenzoi çfarë kishte për të shpëtuar një fëmijë. Shkolla ishte tjetër sfidë, të dërgosh fëmijë në shkollë nënkupton çanta, libra, materiale, veshje të përshtatshme dhe kohë të humbur nga puna e tyre të vogël në shtëpi. Lokja besonte fuqimisht në arsimin, e kuptonte me atë inteligjencën e saj praktike dhe të thellë, se arsimi ishte bileta e lirimit nga varfëria. Dhe kështu, pavarësisht vështirësive, ajo dërgoi fëmijët e saj në shkollë, të gjithë, pa dallim. Kur nuk ishte para për libra, gjente mënyrën. Kur nuk kishte uniform të re, bënte nga e vjetra. Kur fëmijët donin të qëndronin në shtëpi dhe të punonin, ajo i detyronte të shkonin, me dashuri, por me vendosmëri të hekurt. Arsimi është i yti, u thoshte. Toka, shtëpia, gjithçka tjetër mund të humbes, por ajo që mëson nuk ta merr askush. Dimrat ishin periudha më të vështira. Druri për zjarr duhej të sigurohej. Ushqimet e ruajtura duheshin administruar me kujdes, rrobat e ngrohta duheshin gjetur për të gjithë. Shtëpia ishte e vogël dhe nxehtësia e zjarrit nuk arrinte kudo. Fëmijët flinin nga 2-3 bashk në të njëjtin batanie, duke ngrohur njëri tjetrin. Lokja kalonte natët duke kontrolluar, duke mbuluar, duke mbajtur zjarrin ndezur sa duhej. Dhe sëlisht ngrihej e para në mëngjes, me syt kuq nga gjumi i pakt, dhe niste ditën si gjithmonë, pa ankesa, pa qajma, me atë forcë të heshtur që ishte thelbi i karakterit të saj. Financialisht, kishte periudha kur gjendja bëhej kritike, kur borxhi shfaqej si fantazëm, kur duhej të huazoje nga fqinja apo i afërmi, kur shitje të vogla nga toka apo nga kafshët nuk e mbulonin dot minimumin e nevojshëm. Ato ishin kohët kur stresin e ndjej fizikisht, si një peshë mbi shpinë, si një dorë që të shtrëngon kraharorin. Por Lokja nuk u dorëzua kurrë ndaj stresit të plot. Gjente gjithmonë diçka të vogël, diçka praktike, që e ndihmonte të kalonte atë periudhë dhe të shpresonte te ardhmja. Fqinjet e ndihmuan disa herë, siç është tradita shqiptare e ndihmës reciproke. Dikush sillte pak miell, dikush tjetër pak vaj, dikush i tretë vinte e ndihmonte me punë. Lokja nuk e refuzonte kurrë ndihmën, por as nuk e kërkonte pa nevojë. Dinte ku ishte kufiri midis pranimit të ndihmës me dinjitet dhe varjes nga të tjerët si zakon. Dhe gjithmonë gjente mënyrën për t'ia kthyer, me punë, me mirësi, me praninë e saj kur edhe dikush tjetër kishte. Gjithmonë në bollëk duke i ndarë me të gjithë. Kjo ishte pasuria e saj e vërtet, ajo pasuri e brendshme dhe e paprekshme që nuk merret dot nga askush dhe nuk humbet dot me asnjë fatkeqësi ekonomike. Kur njerëzit dëgjojnë numrin 24, zakonisht ata ndalojnë, ngren vetullat dhe pyesin sërish: "Sa, ke thënë?" Sepse 24 nuk është numër, 24 është botë. 24 jetë të veçanta, 24 emra, 24 karaktere, 24 dashuri të veçanta dhe 24 lidhje të pashkputshme me zemrën e një nëne të vetme. Dhe çdo lidhje kishte historinë e vet. Çdo lindje kishte momentet e veta, dhe çdo fëmijë erdhi në botë nëpërmjet sakrificës dhe mundimeve të trupit dhe shpirtit të Lokjes. Lindja e parë ishte si çdo lindje e parë, e plot me frikë dhe shpresë, me dhembje dhe gëzim. Lokja nuk kishte spital larg, nuk kishte pajisje moderne mjekësore, nuk kishte narkoz dhe doktor specialist. Kishte vetëm mamen e fshatit,
atë grua të moshuar dhe me përvojë që kishte ndihmuar të linte gjysma e fëmijëve të fshatit, që dinte me duart e saj çfarë nuk e mësonin librat, që mbante brenda vetes atë dijen e lashtë të trashëguar brez pas brezi. Kishte edhe gratë e familjes dhe fqinjat, gra që vinin pa u thirrur dhe qëndronin pa u larguar, që ngrohtonin ujin dhe sillnin leckë të pastra dhe mbanin dorën e Lokjes kur dhembja bëhej e padurueshme. Dhe dhembja ishte e padurueshme, çdo nën e di, por Lokja e krijoi dhe jo vetëm një herë. E kreu 24 herë atë udhëtim të tmerrshëm dhe mrekullueshëm përmes dhembjes drejt gëzimit. 24 herë shtypi dhembjen dhe e mposhti frikën dhe e dha veten plotësisht, trupin, shpirtin, forcën për të sjellë një jetë të re në botë. Çdo lindje ishte betejë dhe Lokja doli fituese nga çdo betejë. Fëmia i parë qau me atë zë të hollë dhe të fuqishëm të porsalindurit, ai zë që pret ajrin e dhomës si brisk dhe i bën të gjithë të ndalojnë dhe të marrin frymë. Dhe Lokja, e lodhur dhe munduar nga orë të gjata mundimi, dëgjoi atë zë dhe ndjen atë ndjenjë të cilën asnjë fjalë njerëzore nuk mund ta përshkruajë plotësisht. Atë ndjenjë kur dashuria godet si rrufe, e menjëhershme dhe tërësishme dhe e përjetshme. Ajo shtroi duart dhe priti fëmijën e saj, atë krijesë të vogël, të kuqe, të grumbulluar, me sy të mbyllur dhe me grushtat shtrënguar, dhe ndjeu zemrën duke shpërthyer nga ndjenja. Me fëmijën e dytë ishte pak më e përgatitur, dinte çfarë priste, dinte se si do të fillonte dhe si do të mbaronte, por kjo nuk e bënte dhembjen më të vogël dhe as gëzimin në fund më të vogël. Çdo lindje kishte diçka unike, diçka të veçantë. Çdo fëmijë erdhi me ngjyrën e vet, me peshën e vet, me temperamentin e tij të parë. Lokja i dallonte, edhe të porsalindurit i dallonte njëri nga tjetri me atë ndjeshmëri të jashtëzakonshme të nënës që njeh fëmijët e saj. Ndërmjet lindjeve, Lokja nuk kishte kohë për t'u shlodhur plotësisht. Kishte fëmijë të tjerë që kërkonin kujdes, shtëpi për të drejtuar, punë për të bërë. Trupi i saj nuk kishte luksin e rimëkëmbjes së plotë. Ishte si ai lum malor që nuk ndalon kurrë, vazhdon të rrjedh edhe kur niveli i ujit bie, edhe kur streta e verës e pakson, edhe kur gurët e bartin dhe e frenojnë. Vazhdon, sepse kjo është natyra e tij, sepse kjo është destinacioni i tij. Disa lindje ishin më të vështira se të tjerat. Kishte herë kur gjërat nuk shkonin siç duhej, kur frika bëhej e prekshme në dhomën e mbushur me pra, kur mamen e fshatit ngrysej dhe punonte shpejt dhe me qetësi të rreme. Ato ishin momentet kur jeta dhe vdekja dukeshin shumë afër njëra tjetrës, kur kufiri midis tyre bëhej i hollë si fija e fillit. Lokja e kaloi edhe ato, jo pa frikë, jo pa dhembje të madhe, por e kaloi, dhe çdo herë që kalonte, dilte nga ana tjetër me një forcë paksa më të madhe, paksa më të ndërtuar. Kishte edhe humbje. Ato humbje të vogla dhe të mëdha njëkohësisht që nuk gjejnë dot vend të mjaftueshëm brenda zemrës njerëzore. Kishte momente dhimbjeje dhe pikëllimi që Lokja i mbajti brenda vetes, sepse jeta nuk ndalon për pikëllimin, edhe sepse fëmijët e tjerë kishin nevojë për nënën e tyre. Por ato plagë mbetën i qetë dhe e thellë, si plagët e shpirtit që nuk vizitohen çdo ditë, por as nuk harrohen kurrë. 24 fëmijë të lindur dhe të sjellë në jetë. 24 herë ajo dhembje, 24 herë ai gëzim i parë. Nëse do të mbledhësh të gjitha orët e lindjeve, të gjitha netët pa gjumë të periudhave të para, të gjithë qumshtin e dhënë dhe të gjitha krahërorët e mbajtur mbi zemër, shuma është e pamat. Është një kontribut njerëzor i jashtëzakonshëm, një sakrificë fizike dhe emocionale pa precedent ordinar. Për Lokja nuk e llogariti kurrë, nuk mbajti regjistër të sakrificave të saj, nuk i numëroi mundimet dhe nuk i peshoi dhembjet. Për të, çdo fëmijë ishte i plot dhe i tërë, jo numri 20, jo numri 23, jo i fundit apo i pari, por individ me vlerë absolute dhe me dashuri absolute. Çdo fëmijë merrte dashurinë e saj të plot, jo të ndarë me 23. Është vetëm për ty, se të tjerët kanë nevojë dhe ti ke fuqi për të dhënë, dhe se dhënia është ajo që të bën njeri të plot. Lokja, duke parë fëmijët e saj të kujdeseshin për njëri tjetrin, ndihej me atë ndjenjën e rëndomt krenarie e nënës.
Atë krenarit të qetë dhe të thellë që nuk del me zë të lartë, por fleton brenda si zjarri ngadalshëm dhe i qëndrueshëm. Ata kishin mësuar atë që donte të mësonin, se familja është gjëja më e shtrenjtë, se njëri tjetri janë në thesari i njëri tjetrit, se kur nuk je vetëm kur ke vëllezërit dhe motrat. Fjala sakrificë, ajo fjalë e rëndë dhe e bukur njëkohësisht, ka kuptimet shumta dhe të ndryshme në gjuhë të ndryshme dhe kulturat ndryshme. Por kudo dhe gjithmonë në zemrën e saj, sakrifica do të thotë t'japësh diçka nga vetja, nga koha jote, nga energjia jote, nga ëndrat e tua, nga nevojat e tua, për dikë tjetër apo për diçka më të madhe se vetja jote. Dhe Lokja e kuptoi dhe e jetoi këtë fjalë çdo ditë të jetës së saj, duke e bërë sakrificën jo akt të veçantë dhe heroik, por mënyrë të jetesës, filozofi të ekzistencës. Sakrifica e parë dhe më e vazhdueshme ishte koha. Lokja nuk kishte kohë për veten, jo ashtu si kuptohet kjo në botën moderne, me orë relaksi dhe argëtimi personal. Çdo orë e ditës i takonte dikujt tjetër, burrit, fëmijëve, shtëpisë, kopshtit, kafshëve. Nëse do të llogarisja orët e gjumit, gjumi i saj i pakët dhe i ndërprer, dhe orët e punës, e gjatë dhe e pandalshme, do të zbuloje një ekuacion të pamundur, që vetëm nënat e mëdha e zgjidhin me atë matematikën e tyre të veçantë mbinatyrore. Ajo jetonte duke dhënë kohën e saj totalisht, pa rezervë, pa kursim. Ëndrat e saj personale, nëse kishte pasur, dhe me siguri kishte pasur se çdo njeri ka ëndra, u lanë mënjanë. Ndoshta kishte ëndruar të vizitonte ndonjë vend, të mësonte diçka të re, të kishte pak kohë vetëm me veten dhe me mendimet e saj. Ndoshta kishte pasur dëshira që nuk u shprehën kurrë me fjalë, por ato dëshira nuk u bën ankth dhe as inat, u transformuan, u shpërbën dhe u rilindën si dëshira të reja, dëshira që fëmijët e saj të realizonin çka ajo vetë nuk kishte mundur, dëshira që ata të jetonin jetë më të mira, më të lira, më të plota. Dhe kjo transformimi i dëshirave personale në dëshira altruiste është ndoshta akti më i lartë i sakrificës njerëzore. Ato çaste Lokja i kalonte me lutje dhe me besim. Atë besim të thellë dhe të sinqert që kishte trashëguar nga prindrit dhe nga kultura e saj. Besimi nuk i hiqte problemet, por i jepte forcë për t'i përballuar. I jepte atë ndjenjë se nuk ishte totalisht vetëm, se kishte diçka përtej saj, diçka më e madhe dhe më e mençur, që e shikonte dhe e mbante. Dhe kjo ndjenjë, e vërtet apo iluzore siç mund ta quaj dikush, ishte shpesh e vetmja gjë që e ngrinte në këmbë në mëngjesin e radhës, kur gjithçka tjetër dukej tepër e rëndë. Sakrifica e radhës ishte ajo e dinjitetit personal, ato momente kur duhej të pranoje ndihmën kur nuk doje, të kërkoje borxh kur kishte turp, të dukeshe e dobët kur doje të dukeshe e fortë. Lokja e urrente shumë borxhin, urrente ndjesinë e detyrimeve ndaj të tjerëve, urrente pamundësinë e shlyerjes menjëherë, por kishte herë kur nuk kishte zgjidhje tjetër, kur fëmijët kishin nevojë dhe buxheti nuk mbulonte. Ato herë, ajo ka përcente krenarinë e saj dhe bënte çfarë duhej bërë, duke ju premtuar vetes se do t'ja kthente dhe duke e mbajtur gjithmonë atë premtim. Marrëdhënia me burrin e saj ishte gjithashtu pjesë e asaj bote komplekse të sakrificës dhe dashurisë. Ata ishin bashkë në për gjithçka, në për vështirësitë dhe në për gëzimet, në për mungesat dhe në për bereqetet. Por jeta e tyre martesore nuk ishte ajo jetë e filmave, me kohë të lirë dhe romancë dhe udhëtime. Ishte jetë e punës dhe e detyrimeve, e bashkëpunimit dhe e respektit. Kishte gjëra që nuk thuhen, por ndihen, ai kuptimi heshtur midis dy njerëzve që kanë kaluar shumë bashk dhe nuk kanë nevojë për shumë fjalë. Lokja e donte burrin e saj dhe ai e donte atë, jo me fjalë të mëdha, por me besnikëri dhe me praninë, me punën dhe me kujdesin. Sakrifica e brendshme më e madhe, ajo që ndoshta nuk e tregoi kurrë me fjalë, ishte ajo e individualitetit.
Ajo e dinte se kishte qenë gjithmonë diçka pak a shumë, nën, bashkëshorte, punëtore, por Lokja si person i plot, me ëndrat dhe frikrat e saj vetjake, me interesat dhe kureshtjet e saj, ajo Lokja kishte pasur pak hapësirë. Kjo nuk ishte ankesë, ishte thjesht realiteti i asaj jete, i asaj epoke, i asaj situate, por ndoshta në ato momente 24 fëmijë do të thot 24 personalitete të ndryshme, 24 rrugë të ndryshme për të rritur dhe 24 mënyra të ndryshme për ta bërë nënën gëzim dhe breng njëkohësisht. Shpesh të dy gjërat njëkohësisht, shpesh nga i njëjti fëmijë, shpesh në të njëjtën ditë. Rritja e fëmijëve nuk është projekt linear me fillim, mes dhe fund të qartë. Është kaos i organizuar, është muzike disharmonishme dhe harmonike njëkohësisht. Është rrugë gjatë me befasit më dha dhe të vogla në çdo kthes. Lokja kishte mësuar shpejt se çdo fëmijë kishte nevojë për një gjë tjetër. Disa kishin nevojë për butësi, disa për vendosmëri, disa për kurajo, disa për qetësi. Disa fëmijë ishin të qetë dhe refleksiv, disa ishin të zhurmshëm dhe plot energji, disa ishin të ndjeshëm dhe emocionalisht të hapur, disa ishin të rezervuar dhe të mbyllur, dhe çdo i veçantë kishte nevojë për qasjen e vet, për gjuhën e vet të dashurisë, për mënyrën e vet për të kuptuar dhe vlerësuar. Si e bënte Lokja të gjitha këto njëkohësisht? Si mbante lidhje individuale me çdo fëmijë duke qenë njëkohësisht nënë e 24-t? Kjo është pyetja që njerëzit bënin dhe vazhdonin ta bënin. Dhe përgjigja nuk është e thjeshtë dhe nuk ka formulë magjike. Ishte angazhimi plot dhe vëmendje e vazhdueshme. Ajo vëmendje e nënës që nuk mund ta kopjosh dhe nuk ta mëson asnjë libër, por që lind dhe rritet bashkë me fëmijët. Mësimet që u jepte fëmijëve nuk ishin mësime formale, nuk ishte klasa dhe tabela. Ishin mësimet jetës, të dhëna nëpërmjet shembullit dhe praktikës, nëpërmjet veprimeve dhe qëndrimeve, nëpërmjet mënyrës si trajtonte problemet dhe si i dilte zot vështirësive. Fëmijët mësonin duke parë nënën e tyre, mësonin se si punon, si mendon, si vendos, si duron, si gëzohet, si mban derën e zemrës të hapur edhe kur jeta rëndohet. Mësimi i parë dhe kryesor ishte ai i punës. Lokja nuk toleronte dembelin, jo nga egërsi, por nga kuptimi i thellë se puna është dinjitet. Çdo fëmijë, sipas moshës dhe aftësisë së tij, kishte detyrat e veta. Të vegjëlit mblidhnin lodrat dhe mbanin rregull, të mesmit ndihmonin me bujqësinë dhe me shtëpinë, të mëdhenj merrnin detyra të vërteta dhe të rëndësishme. Puna nuk ishte ndëshkim, ishte pjesëmarrje, ishte ndjesi e rëndësisë dhe kontributit, ishte mënyra si çdo fëmijë ndihmonte dhe ndjehej i nevojshëm dhe i vlerësuar. Mësimi i dytë ishte ai i ndarjes. Në një familje kaq të madhe, ndarja ishte e domosdoshme dhe natyrshme. Ndaje ushqimin, ndaje hapësirën, ndaje vëmendjen e prindërve, ndaje lodrat dhe gjërat e pakta materiale. Fëmijët e Lokes mësuan të ndajnë pa ankesa dhe pa smir. Mësuan se ndarja nuk pakson, por shumëzon gëzimin. Mësuan se të kesh pak dhe ta ndash me tjetrin është shumë herë kënaqësi më e madhe se të kesh shumë dhe ta mbash vetëm. Mësimi i tretë ishte ai i respektit. Respekti ndaj prindërve, ndaj të moshuarve, ndaj njëri tjetrit, ndaj çdo njeriu. Lokja mësoi respektin me shembull. Ata e shikonin si ajo trajtonte të gjithë me dinjitet, si nuk fliste keq për askënd, si mbante fjalën dhe qëndronte pranë shpresë që thot: "Po, sot është e vështirë, por nëse punojmë dhe qëndrojmë bashk, nesër do jetë më mirë." Dhe fëmijët e morën këtë qëndrim, e mbajtën si trashëgimi të çmuar gjatë gjithë jetës së tyre. Shkolla ishte çështje shumë e rëndësishme për Lokjen. E kuptonte instinktivisht, pavarësisht se ajo vetë kishte pasur arsim të kufizuar, se arsimi është ura midis varfërisë dhe mundësisë, midis kufizimit dhe lirisë. Çdo mëngjes shkollor ishte betejë e vogël e organizimit. Sigurohu që secili ka gjithçka të nevojshme, sigurohu që nuk ka mbetur pa ngrënë, sigurohu që kanë bërë detyrat. Ky organizim logjistik i madh bëhej çdo ditë me atë efikasitet tashmë të automatizuar të nënës së shumë fëmijëve. Kur ndonjë fëmijë kishte vështirësi në shkollë, Lokja nuk e demoralizonte, nuk e qortonte me ashpërsi, por gjente mënyrën për ta nxitur dhe mbështetur. Kur ndonjë tjetër shkëlqente, e festonte pa e egzageruar, pa e ngritur mbi të tjerët,
por duke nderuar si kontribut të familjes së madhe. Çdo sukses i fëmijëve ishte sukses i familjes, ata e dinin këtë dhe e ndjenin. Konfliktet midis vëllezërve dhe motrave ishin të pashmangshme, me 24 fëmijë, konfliktet ishin pjesë e jetës së përditshme. Lokja kishte zhvilluar aftësinë e arbitrit të drejtë, ajo që dëgjon të dy palët, që kërkon të vërtetën, që vendos me drejtësi dhe jo me favorizim. Asnjë fëmijë nuk ishte i preferuar i zyrtar, e dinte se preferencat favoritizuese prishin familjet dhe krijojnë plagë të pashërueshme. Çdo fëmijë e dinte se trajtohej me të njëjtin standard të drejtësisë dhe dashurisë. Adoleshenca, ajo periudhe turbullt dhe mrekullueshme e jetës njerëzore, ishte ndoshta periudha më e ndërlikuar e rritjes. Kur fëmijët e parë arritën adoleshencën, Lokja hyri në territor të ri, territor ku nuk kishte udhëzues dhe ku instinkti duhej të mbushte zbraztirat e njohurisë. Adoleshentët kishin nevojë të ndryshme nga foshnjat dhe fëmijët e vegjël, kishin nevojë për respektim të pavarësisë së tyre të lindur, për hapësirë të identitetit të tyre, për kuptim dhe jo vetëm urdhërim. Lokja gjeti mënyrën me atë aftësinë e saj të parrëthyeshme të adaptimit. Kur fëmia i madh filloi të ndihej i rritur dhe kërkonte t'i trajtohej si i rritur, ajo ia dha atë trajtim dhe me të erdhi edhe përgjegjësia. Kur fëmia tjetër kalonte periudhë të vështirë emocionale, ajo qëndronte pranë pa ndërhyrë shumë, pranishme për jo ato pasuri të trashëguar nga nona, ato pasuri të vlerave dhe dashurisë që asnjë gjë materiale nuk mund ta zëvendësojë. Çdo jetë e gjatë ka pikat e saj ku balancat syen, ku pesha e akumuluar e viteve dhe vështirësive bëhet kaq e rëndë sa jo edhe pema më e fortë nuk mund ta mbajë pa u tundur. Edhe Lokja, me gjithë forcën e saj të jashtëzakonshme, arriti ato pika. Dhe ato pika nuk ishin dobësi, ishin dëshmi e njerëzimit të saj, e së vërtetës se ajo ishte qenie njerëzore dhe jo imazhi pa jetë i shenjtërisë. Kishte periudha kur gjithçka duke e mbledhur kundër saj njëkohësisht, kur sëmundja godiste jo një, por disa fëmijë njëkohësisht, kur parat ishin zero dhe nevojat ishin shumë, kur burri kishte problemet e veta dhe nuk mund të ishte mbështetja e plotë që ajo kishte nevojë, kur fqinjet kishin problemet e tyre dhe solidariteti komunitarit nuk arrinte. Ato periudha ishin si gropa të thella në rrugën e gjatë, gropa që e prisnin trupin dhe shpirtin. Por nëpër çdo grop, Lokja gjeti mënyrën të vazhdoj, herë me forcën e vet, herë me ndihmën e fëmijëve të mëdhenj që tashmë ishin mbështetje e vërtet, herë thjesht me kokëfortësinë e atij karakterit të saj, me atë refuzim kategorik për t'u dorëzuar. Nuk dorëzohej, sepse pasaj ishin 24 arsye për të mos u dorëzuar, 24 fytyra, 24 buzëqeshje, 24 jete që varonin prej saj. Vitet e mesme, ato vite kur gjysma e fëmijëve ishin rritur dhe gjysma e tjetër ishin ende të vegjël, ishin ndoshta vitet më komplekse. Kishte njëkohësisht problemet e adoleshentëve dhe nevojat e foshnjave. Kishte martesa të para të fëmijëve të mëdhenj dhe lindje të reja fëmijësh të vegjël. Familja kishte filluar të zgjerohej në brejtim të ri, niprit dhe mbesat po vinin dhe Lokja po bëhej gjyshe duke qenë ende aktivisht nën. Ky kalim nga nënë e vetme e familjeje në gjyshe nuk ishte i lehtë emocionalisht, kishte diçka melankolike në të, edhe brenda gëzimit, atë ndjesi se koha po ecën, se fëmijët po largoheshin, se shtëpia po boshatiset pak nga pak edhe pse zemra mbushej me njerëz të rinj. Gjysmë shoshat, ato vite kur realitetin e saj po ndryshon formë, sollën refleksion dhe largësi të re nga vetja. Por Lokja e mori edhe rolin e gjyshes me të njëjtën devotshmëri me të cilën kishte marrë çdo rol tjetër. Niprit e mbesat e deshën atë menjëherë. Kishte diçka në Lokjen gjyshe që ishte edhe ndryshe nga Lokja nën, diçka pak më e lirë, pak më e ëmbël, pak më e qetë. Ndoshta sepse gjyshet kanë luksin e dashurisë pa barrën e plotë të përgjegjësisë, mund të dashurojnë plotësisht dhe pastaj t'ia kthejnë fëmijën prindërve kur mbrëmja bie. Kjo liri e re e dashurisë e gëzonte Lokjen, edhe pse asnjëherë nuk e pranoi me fjalë. Sytë e saj kur mbante ndonjë mbesë apo nip në krah, flisnin vet. Ato sy thonin, edhe kjo është iman, edhe kjo është dhuratë. Por vitet e lodhimit kishin edhe dimensionin e tyre tjetër, atë dimension fizik që asnjë vullnet i fortë nuk mund ta neglizhojë përgjithmonë. Trupi i Lokjes, pas dekadash pune të palodhur, pas 24 lindjeve, pas netëve të pafundme nate pa gjumë të plot, filloi të tregojë shenjat e kohës. Dhembjet e shpinës që ishin shoqëruese të hershme, bën më të shpeshta dhe më të forta. Duart të cilat kishin punuar pa pushim, kishin lënë gjurmët e punës mbi vete.
të ashpëruara, me njuje të trasha, me shenjat e tokës dhe të ujit dhe të gjarit, për ato duar. Ishin edhe bukuritë e jetës së saj. Çdo shenjë ishte histori, çdo kalus ishte dëshmi e diçkaje të ndërtuar dhe të mbajtur. Fëmijët e mdhenj, kur filluan të kuptojnë thellësinë e asaj që kishte bërë nëna e tyre, filluan të ndjejnë të detyrim të shenjtë të kthimit, jo detyrim nga frika apo tradita, por detyrim nga dashuria, nga mirënjohja e thellë dhe autentike. Filluan të ndërhynin, të ndihmonin me punën e rand, të siguronin gjëra që ajo nuk i kishte pasur, të kujdeseshin që ajo të shërohet kur sëmurej, të zinin vendin e saj kur ajo kishte nevojë të pushoj. Ky kthim gradual i kujdesit, nga nën tek fëmijë, ishte ndoshta momenti më i bukur i gjithë historisë. Ajo kthese madhe, kur rrota e jetës rrotullohet dhe ata që morën fillojnë të japin. Lokja e pranoi këtë ndihmë, por e pranoi me dinjitetin e saj karakteristik, pa e lënë veten të bëhet e varur plotësisht, pa hequr dorë nga autonomia e saj. Bante gjithmonë diçka, ndonjë punë të vogël, ndonjë rol që ishte i saj, që e mbante të ndjehej e nevojshme dhe aktive. Sepse lokja pa punë ishte si zjarri pa dru, me shpirt, por pa substancë, me formë, por pa nxehtësi. Ato vite qëndrimi, vitet kur bota e saj ishte ndërtuar dhe po qëndronte, sollën edhe heshtje të reja. Heshtje të bukura, jo të zbrasta. Heshtje ku mund të ulesh dhe të shohësh çfarë ke ndërtuar, jo me krenari arrogante, por me atë qetësi të thellë të njeriut që e ka bërë punën e vet mirë dhe e di. Lokja shpesh ulej në pragjet e shtëpisë, në ato orët e pasdites kur dielli zbriste pak dhe nxehtësia bëhej e butë, dhe shikonte. Shikonte kopshtin, shikonte rrugën, shikonte qiellin. Dhe brenda asaj shikimi ishte gjithçka, kujtesa e viteve, ndjesia e kohës, mirënjohja për gjithçka kaluar dhe gjithçka arritur. Dashuria në familjen e Lokjes nuk ishte ajo dashuri e filmave dhe romaneve, e butë dhe ëmbël dhe gjithmonë e shprehur me fjalë të mëdha dhe gjeste romantike. Ishte dashuri e llojit tjetër, ajo dashuri e vjetër dhe e thellë dhe e fortë siguri, ajo dashuri që shprehet nëpërmjet veprimit dhe jo nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet pranisë dhe jo nëpërmjet deklaratave. Ishte dashuria e bukës së ngrohtë e çuar te fëmia i sëmur. Ishte dashuria e zgjimit natën për të kontrolluar nëse ishin të mbuluar. Ishte dashuria e duarve që punojnë çdo ditë pa pushim, vetëm e vetëm që të tjerët të kenë sa u duhet. Kjo lloj dashurie nuk e njeh turpin dhe nuk ka nevojë për audiencë. Bëhet në heshtje, bëhet kur askush nuk shikon, bëhet kur asnjë kamera nuk është e pranishme dhe asnjë zë nuk do ta regjistroje. Bëhet natën kur gjithë bota fle dhe vetëm nëna është zgjuar. Bëhet në dimrin e rrepët kur ndreq gjaketën e. Por çfarë ishte e përbashkët dhe e pandar midis Lokjes dhe çdo fëmije pa asnjë përjashtim, ishte ajo lidhja bazike, themelore, primare, ajo lidhja që lind me lindjen dhe nuk ndahet me asgjë. Ajo lidhje që fëmia e ndjente çdo herë kur kthehej në shtëpinë e nënës, edhe pas vitesh mungese, edhe pas mosmarrveshjeve dhe tensioneve. Kishte diçka në atë shtëpi, në erën e saj, në ngrohtësinë e saj, në praninë e nënës atje, që bënte çdo fëmijë të ndihej sërish i sigurt dhe i pritur dhe i dashur. Atë diçka s'mund ta krijonte asnjë shtëpi tjetër dhe asnjë njeri tjetër. Vlezrit dhe motrat midis tyre kishin lidhje të veçanta. Ato lidhje të veçanta që krijohen vetëm kur rritesh bashk, kur ndan të njëjtin hapësirë dhe të njëjtën histori, kur ke parë njëri tjetrin në çastet më të mira dhe më të vështira. Kishin gjakosur dhe qeshur bashk, kishin ndar bukën dhe frikën, kishin mbrojtur njëri tjetrin dhe luftuar njëri me tjetrin. Dhe nga gjitha i kaos dhe dashuri, kishte dalë diçka e çmueshme, ai solidaritet vllazëror i thellë që e di se gjithmonë kur je në nevojë, ka 23 njerëz tjerë që janë me ty. Lokja e shihte atë solidaritet dhe e dinte se ishte arritja e saj më e madhe.
jo si plan i menduar, por si rezultat natyral i mënyrës si I kishte rritur. Kur fëmijët e mëdhenj ndihmonin fëmijën e vogël me problemin e tij, kur I motra kujdesej për vëllain e sëmur, kur njëri sakrifikonte diçka nga e tija për të tjetrin, ato momente ishin fitueset e vërteta të gjithë betejës. Ato ishin provat se gjithçka kishte shërbyer, gjithçka kishte ndërtuar diçka real dhe të qëndrueshëm. Festat ishin kulmet e asaj dashurie. Ishte një spektakël I veçantë kur gjithë familja mblidhej. Prindrit, fëmijët 24, bashkëshortët dhe bashkëshortet e tyre, nipërit dhe mbesat. Numri I njerëzve ishte I habitshëm, zërat e shumt krijonin atë muzikë kaotike dhe të bukur të familjes së madhe. Tryeza zgjerohej sa shtëpia e lejonte, dhe ndonjëherë edhe jashtë, dhe ushqimi bëhej nga shumë duar njëkohësisht. Lokja qëndronte në mes të gjithë atij gëzimi, jo si objekt I venerimit, por si zemra rreth të cilës rrotullohej gjithçka, natyrshëm dhe pas forcim. Në ato momente, ndjehej e plot me atë plenitudin e të rrallë njerëzore. Atë ndjenjë kur gjithçka është ashtu si duhet të jetë, kur e kaluara ka kuptim dhe e tashmja është e ëmbël dhe ardhmja nuk frikson. Ndjehej e plot jo sepse nuk kishte vuajtur shumë, por sepse vuajtja kishte pasur kuptim dhe vlera, sepse çdo lot kishte ujitur diçka, çdo djers kishte ndërtuar diçka, çdo sakrificë kishte kthyer diçka. Dashuria e fëmijëve ndaj saj shprehej në mënyra të shumta dhe të ndryshme. Disa e shprehnin me vizitat e shpeshta dhe me praninë e tyre të rregullt, disa me kujdesin material dhe sigurimin e nevojave të saj, disa me telefonimet e përditshme dhe me interesin e vazhdueshëm, disa me ato gjeste të vogla por domethënëse, duke sjellë gjëra që ajo I donte, duke kujtuar ditëlindjen. Marrëdhënia e tyre kishte marrë atë thellësi të veçantë të çifteve të vjetra, atë kuptim të heshtur dhe të plot të njëri tjetrit, atë njohje kaq të thellë sa fjalët shpesh nuk ishin të nevojshme. Atë shok ndërmjet dy njerëzve që kanë ecur gjatë bashk dhe njohin çdo kurb të rrugës. Kjo dashuri e vjetër dhe e qëndrueshme ishte themeli I gjithçkaje tjetër. Lokja dhe burri I saj kishin ndërtuar bashk, dhe ky bashk nuk ishte formalitet, por partneritet I vërtet, me gjithë asimetritë dhe sfidat e tij. Pa atë partneritet, asgjë tjetër nuk do të kishte qenë e mundur. Dhe fëmijët e shikonin atë partneritet dhe mësonin nga ai. Mësonin se martesa nuk është kënaqësi e herpashershme, por bashkëjetesë e thellë me njëri tjetrin. Sot, kur shikon Lokjen dhe 24 fëmijët e saj të rritur, sheh diçka që nuk e shikon çdo ditë, sheh frytet e vërteta të jetës së dhënë plotësisht. Sheh 24 njerëz të rritur, të arsimuar, të ndershëm, me familjet e tyre, me punët e tyre, me vlerat e tyre, dhe brenda çdo njërit prej tyre, sheh gjurmën e pashlirshme të nënës. Jo gjurmë imponuar me forcë, por gjurmë lënë me dashuri, gjurmë brendshme dhe natyrshme, si shenjat e gishturinjve mbi argjizë të butë. Fëmijët janë rritur dhe kanë ndjekur rrugë të ndryshme, disa në qytet, disa në fshat. Disa kanë ndjekur arsimin e lartë dhe kanë bërë profesione të ndryshme, por të gjithë mbajnë të njëjtën bazë, atë bazë morale dhe njerëzore që Lokja u ndërtoi me duart e veta gjatë atyre viteve të palodhura. Ajo bazë shfaqet në mënyrën si trajtojnë njerëzit, si kujdesen për familjet e tyre, si mbajnë lidhjet me njëri tjetrin, si vlerësojnë gjërat e thjeshta të jetës. Respekti që kanë për nënën e tyre është I veçantë. Nuk është ai respekti ftohtë I protokollit apo zakonit, por respekti ngrohtë dhe I gjallë, respekti marr nga zemra dhe I dhënë me kënaqësi. Kur flasin për Lokjen me njenëz të tjerë, flasin me atë ton të veçantë që merr zëri kur flet për dikë të shenjtë për ty, me krenari të qetë dhe me mirënjohje të thellë dhe me dashurinë e atij lloji që nuk ka nevojë të shpjegohet. Lokja sot gëzon shëndet të mirë. Ajo shëndet I fituar me kujdesin e fëmijëve dhe me forcën e natyrës së saj, me dashurinë rreth saj dhe me atë qetësinë e brendshme të njeriut që ka bërë punën e jetës dhe e di. Rrethuar nga fëmijat dhe niprit dhe mbesat, ajo jeton çdo ditë të saj si dhuratë, jo si gjë e merituar apo e siguruar, por si privilegj dhe kënaqësi. Çdo mëngjes që zgjohet është mëngjes tjetër I gëzimit. Fëmijët kujdesen për të me atë dashuri të kthyer që ka kaluar në për ciklin e plot, nga marrja tek dhënia, nga varësia tek mbështetja, e vizitojnë rregullisht, I sigurohen që I ka gjithçka të nevojshme
e marrin me vete në festa dhe mbledhje familjare, e dëgjojnë me vëmendje kur flet, i kërkojnë mendimin dhe këshillën si njeriu me përvojë dhe mençuri të madhe që është, e trajtojnë si thezar, jo si antikitet pa shpirt, por si burim gjallë i dijes dhe dashurisë. Trashëgimja e Lokjes. Kur i pyesin fëmijët e Lokjes se çfarë mësimi më të rëndësishëm kanë marrë nga nëna e tyre, përgjigjet janë të ndryshme në fjalë, por të njëjta në thelb, se dashuria është akt dhe jo fjalë, se jeta merr kuptim kur jetohet për të tjerët, se varfëria e vërtetë është varfëria e shpirtit dhe jo e xhepit, se familja është thesari më i çmuar që ekziston, se kurrë nuk duhet hequr dorë, as kur jeta rëndon, as kur rruga errësohet, as kur forcat duken se kanë mbaruar, sepse gjithmonë ka diçka tjetër brenda, diçka më të thellë dhe më të fortë që pret të zbulohet. Lokja nuk e di se është bërë shembull. Nuk e di, apo ndoshta e di por nuk i intereson, se historia e saj ka fuqinë të lëviz zemra dhe të ndez shpresa. Ajo bëri thjesht çfarë bëri çdo ditë, punoi, deshi, kujdesoi, qëndroi. Nuk mendoi për posteritetin dhe lavdin, mendoi për fëmijën tjetër, për bukën e nesërme, për zjarrin e mbrëmjes. Dhe pikërisht kjo modestia e asaj jetës të dhënë plotësisht, pa pretendime dhe pa spektakël, e bën atë të madhe. Nëse do ta pyesje Lokjen sot, atë grua të moshuar por të gjallë dhe të ndritur, me syt ende të zinj dhe me buzëqeshjen ende të ngrohtë, nëse do ta pyesje se a ka pasur jetën që donte, ajo ndoshta do të heshte pak, do të shikonte fëmijët rreth saj, do të ndjente erën e shtëpisë dhe ngrohtësinë e zjarrit dhe do të thoshte me atë thjeshtësinë e saj karakteristike, kam pasur shumë më tepër se sa meritoja. Por ne që dëgjojmë historinë e saj, e dim të vërtetën tjetër. Ajo meritoi çdo gjë, meritoi çdo gëzim dhe çdo qetësi, dhe çdo respekt dhe çdo kujdes, sepse dha gjithçka, sepse jetoi plotësisht, dhuroi plotësisht, deshi plotësisht, sepse 24 herë solli jetë të re në botë dhe e rriti me gjithçka kishte, dhe shumë herë me gjithçka nuk kishte, sepse ishte dhe është ajo që shumica prej nesh mezi guxon ta ëndërrojë, njeri i vërtet, i plot, i ndershëm, me shpirt të madh dhe zemër edhe më të madhe. Historia e Lokjes nuk ka fund të dramatik dhe të papritur, ka fund të bukur dhe të thjesht, si e gjithë jeta e saj. Ka fund me fëmijët rreth saj, me zërat e nipërve dhe mbesave, me tryezën e ngrohtë dhe me erën e bukës. Ka fund me atë qetësi të fituar, me atë paqe të brendshme që nuk të jep asgjë tjetër, veçse jeta e jetuar me ndershmëri dhe me dashuri. Ka fund me sytë e saj që shikojnë gjithçka ka ndërtuar, atë botë të madhe dhe gjallë të saj, 24 jetë, 24 rrugë, 24 dashuri dhe ndjen atë diçka të paemërtur, por të njohur plotësisht, kënaqësinë e punës bërë mirë dhe jetës e jetuar mirë. Dhe ne, që dëgjuam historinë e saj, mbetemi me atë diçka brenda, atë ndjesi e ndezur pas ngjarjeve të vërteta dhe njerëzve të vërtet. Mbetemi me pyetjen e heshtur se sa e japim veten ne, sa e kuptojmë sakrificën, sa e vlerësojmë nënën tonë. Mbetemi me dëshirën të telefonojmë nënën, ta shohim, t'i themi çka ndoshta sot nuk e themi sa shpesh.